Njëri prej tyre beson, ndërsa tjetri jo. A beson në jetën pas lindjes? Pyet njëri tjetrin. Sigurisht se po, është e qartë se ekziston jeta pas lindjes. Ne jemi këtu për të bërë të fortë dhe të gatshëm për atë që na pret pas, tha ai që beson. Kjo e gjitha është absurditet. Nuk ka jetë pas lindjes, thot ai që nuk beson. A mund të imagjinosh se si mund të duket ajo jetë? Unë nuk i di të gjitha detajet, por atje do të ketë më shumë dritë, gëzim dhe ne, për shembull, do të ushqehemi me gojën tonë. Kjo është qesharake. Ne ushqehemi përmes kërthizës. Askush nuk ka ardhur atje. Jeta thjesht mbaron me lindje. Unë nuk e di saktësisht se si do duket jeta jonë pas lindjes, por në çdo rast ne do ta shohim nënën. Ajo do të kujdeset për ne. Nëna, ti beson në nënën? E ku ndodhet ajo? Po, ajo është kudo rreth nesh. Fal saj ne jetojmë, pa të ne nuk do të ekzistonim. Gjë pa kuptimt. Unë nuk shoh ndonjë nënë, prandaj jam i bindur se ajo nuk ekziston fare. Jo, unë nuk pajtohem. Sepse nganjëherë kur gjithçka rreth nesh heshtet, ne e dëgjojmë atë duke kënduar dhe e ndjejmë duke përkëdhelur botën tonë. Unë besoj se jeta jonë reale do të fillojë pas lindjes. E ti a beson?